Kur shpirti kërkon qetësi, rruga drejt çërimit të brendshëm. Ai ndjen ndonjëherë sikur po vrapon në një rrugë pafund. Jetojmë në një botë që nuk ndalon kurrë. Zgjohemi me nxitim, punojmë në stres, mendojmë për të ardhmen dhe natën mbyllemi me mendime që nuk na lën të flem. E megjithatë, edhe pse kemi më shumë komoditet se çdo gjenerat tjetër në histori, shumë prej nesh ndjen një zbrasti të çuditshme brenda vetes. Pyetja që rinë natyrshëm është: pse shpirti ndihet i lodhur kur trupi është i rehatuar? Përgjigjja nuk gjendet te parat më të shumta, te suksesi më i madh apo te vëmendja e njerëzve. Përgjigjja është më e thjeshtë, por e harruar. Krijesa gjen rehati vetëm atëherë kur lidhet me krijuesin e saj. Zoti i gjithësisë e di mirë natyrën e njerëzit. Ai e di se mendja jon shqetësohet dhe zemra jon trazohet nga sprovat e kësaj jete. Prandaj në Kuranin famlar ai na jep çelësin e vetëm për të arritur paqen e vërtetë brenda nesh. Allahu i madhëruar thotë në surën Ra'd ajeti 28. Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve gjejnë qetësi në kujtimin e Allahut, ja, me kujtimin e Allahut, zemrat gjejnë qetësi. Mendoje këtë ajet për një moment. Nuk thot se zemrat gjejnë qetësi te pasuria, te punët e kësaj bote apo te fjalët e njerëzve. Qetësia e përhershme vjen vetëm përmes së dhikrit, përmes përmendjes së Allahut, lutjes së sinqertë dhe vetëdijes se ai është gjithmonë me ne. Kur ti lutesh, kur falenderon Zotin për ato që ke dhe kur kërkon ndihmën e tij për ato që të mundojnë, ti po i jep shpirtit tënd oksigjenin që i mungon. Ndoshta sot po kalon një sprov të rënd, ndoshta ke humbur diçka të shtrenjtë, po përballesh me një sëmundje apo thjesht ndihesh i vetmuar dhe i keq kuptuar nga të tjerët. Mos harro se sprova nuk është shenjë e urrëties së Zotit ndaj teje. Përkundrazi, ajo mund të jetë ftesa e tij, që ti kthehesh atij. Pejgamberi Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ne ka lënë një mesazh jashtëzakonisht shpresëdhënës kur ka thënë: sa e mrekullueshme është çështja e besimtarit. Vërtet, çdo çështje e tij është e dobishme për të. Nëse i vjen një e mirë, ai falenderon dhe kjo është e dobishme për të. E nëse i godet ndonjë e keqe, ai bën durim, sabër dhe kjo është përsëri e dobishme për të. Çdo lutje që derdh në heshtje, çdo durim që bën kur gjërat nuk shkojnë sipas planit tënd, po tjetërsohet në shpërblim dhe ngritje gradash te Zoti, asgjë nuk shkon dëm. E sa herë që të duket se rrugët janë mbyllur dhe nuk ka më dalje, kujto fjalët e Allahut në surën Inshira, ajetet 5-6. Me të vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Me të vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Përsëritja e fjalës nuk është rastësi, por shërben për të përforcuar mesazhin. Është një premtim hynor që i jep besim dhe shpresë njeriu në ditët e vështira. Shpeshherë, ajo që na largon nga paqja e brendshme është pesha e gabimeve tona. Ne jemi qenie njerëzore, gabojmë, hutohemi dhe rrëzohemi. Por djalli shpesh na përshpërit: ti ke bërë shumë gabime, Zoti nuk të fal më. Kjo është gënjeshtra më e madhe. Mëshira e Allahut është më e madhe se çdo mëkat që mund të kesh bërë ti. Kujto hadithin kutsi ku Allahu i madhëruar thot: o biri Ademit, për sa kohë që ti më lutesh mua dhe shpresonte unë do t'i fal mëkatet e tua, pa u shqetësuar se sa të mëdha janë ato. O biri Ademit, sikur mëkatet e tua të arrinin deri në rreth e qiellit e pastaj të më kërkoje falje, unë do të falja. Nuk ka rëndësi se ku ke qenë dje apo çfarë ke bërë deri tani. Sot në këtë moment mund të bësh një hap prapa drejt të Zotit. Një vendim i sinqert, teube, fshin gjithçka që ka kaluar dhe hap një faqe të re dhe të pastër. Jeta është e shkurtër dhe kjo botë është vetëm një udhim i përkohshëm. Ne nuk jemi krijuar për të mbetur këtu për gjithmonë, por për të përgatitur për shtëpinë tonë të vërtetë, xhenetin. Sot bëj një pauzë. Ndalo vrapin e kësaj bote, lëre telefonin më njën për pak minuta. Pastroj vetes frymarrjen, ngrihu bëj abdes dhe shtroje lutjen tënde mbi tapet. Flit me Zotin tënd në sejdë, sepse aty je më afër tij se kurrë. Treguj atij frikën tënde, shpresat e tua dhe dëshirat e tua. Ai të dëgjon pa të gjykuar, të kupton pa pasur nevojë të gjesh fjalët e duhura dhe të jep paqen që ke kërkuar kudo tjetër. Zoti na bëft prej atyre që gjejnë qetësi në përmendjen e tij dhe prej atyre që e përmbyllin këtë jetë me besim të plotë